Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina amanu wa amilu s-salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Pra përgëzoj ata që bëjnë vepra të mira dhe ata që kanë bërë vepra të mira, se ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Të ndalemi të reflektojmë pak rreth këtij ajeti në surën Ra'd, ajeti i 29 me radhë. Pra, edhe ata që kaluan, por edhe tash që janë këtu, por edhe ne që jemi këtu, që bëjmë vepra të mira, ka për ta përgëzime të mëdha, ka ardhmëri të mirë. Pra, e ardhmja u takon njerëzve të mirë, bamirës dhe atyre që bëjnë vepra të mira. Në këtë botë, padyshim dhe në botën tjetër, shpërblim prej të madhit Zot, krijuesit të gjithësisë.